Merrni kos dhe konsumoni në këtë mënyrë, nuk do të vuani kurrë nga këto nënt probleme. Kosi është një nga ushqimet më të konsumuara nga vetë shqiptarët. Ai mund të përdoret në forma të ndryshme dhe i kombinuar me produkte të shumta. Kosi mund të hahet ashtu siç është, mund të bëhet dhat, tarator, mund të kombinohet me fruta të ndryshme, gjithashtu edhe me perime. Kosi mund të hahet i ëmbël, i kripur në mëngjes në darkë, ose edhe gjatë vakteve ose edhe për një vakt të lehtë. Kosi është i pasur me nivele të mira të kaliumit, të kalciumit, gjithashtu edhe të magnezit, vitaminës B2 dhe vitaminave B12. Kosi është gjithashtu i rekomanduar si për të vegjëlit, ashtu edhe për të rriturit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ku sipas një studimi të fundit, të vegjëlit që ushqejnë me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet dhe alergjitë, por mjekët këshillojnë që kosi të konsumohet në mëngjes për të përfituar kështu më shumë nga vlerat e tij shëndetësore. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i kosit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kosi është një produkt fantastik për shëndetin e kockave. Nëse hani një filxhan me kos për mëngjes, keni marrë kalciumin e duhur edhe që shërben për forcimin e kockave tuaja. Kosi do të largojë bakteriet e këqija. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi jonë tretës. Personat të cilët do vuajnë kryesisht nga fryrja e stomakut ose diarreja, duhet të konsumojnë kos në mëngjes çdo ditë për të marrë këto përfitime. Kosi do të stimulojë gjithashtu edhe nivelet tuaja të tretjes. Konsumi ditor i kosit në mëngjes mbron sistemin tretës nga toksina dhe bakteriet, ndaj edhe konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do të luajë një rol pozitiv në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Kosi do të mbrojë imunitetin. Kosi mbron dhe forcon imunitetin. Kjo ndodh sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në uljen e niveleve të tensionit të gjakut. Kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe shëndetin e zemrës, sepse kaliumi që përmban kosi do të ndihmojë në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi, elemente të cilët mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit tuaj. Kosi është një nga ushqimet më të mira të bulmetit, nga më të konsumuarat nga shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të ndryshme dhe gjithashtu vlerat që do t'jap trupit tuaj do ta bëjnë atë një prej zgjidhjeve më të mira për sistemin tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor veçanërisht në mëngjes mirëmban tretjen edhe mbron atë nga toksinat dhe nga bakteriet. Ndaj përfshirja e kosit në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për sistemin tretës. Ai qetëson sistemet e rënduara nga inflamacioni dhe dëmet të shkaktuara prej tij. Kosi është një produkt fantastik në rritjen e vlerave tuaja të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë akoma më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme të tilla si zinku, magnezi dhe seleniumi. Sipas të dhënave, kaliumi që gjendet e kosit do të ndihmojë në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut dhe në shëndetin e zemrës. Kosi është një produkt fantastik edhe kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht një aleat i grave sepse parandalon mykun dhe infeksionet e organeve të tyre. Kosi përmban laktobacile, bakterie të cilat do të frenojnë rritjen e mykut dhe gjithashtu krijimin e komplikacioneve. Një filxhan me kos do të ofrojë 275 mg kalcium, element shumë i rëndësishëm për kockat. Për këtë arsye, nëse konsumoni kos që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur për të qenë më të shëndetshme. Kosi do të eliminojë bakteriet e këqija. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi tretës. Nëse vuani nga fryrja në stomak ose diarreja, është e këshillueshme që ta hani kos që në mëngjes. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosi japin muskujve aminoacidet që u duhen për të rimëkëmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik.
Pas kësaj të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë kundër alergjive. Foshnjat e grave shtatzana që konsumojnë rregullisht kos janë më pak të prekura nga alergjit, thot një studim mbi rolin e kosit. Sipas studimeve, të vegjël që ushqejnë me kos rregullisht janë më pak të rrezikuar nga infeksionet ose alergjitë e mundshme. Kosi është një produkt fantastik, edhe për ata persona që duan të eliminojnë kilogramët e tepërt në trupin e tyre. Kosi përmban pak kalori, për më tepër falë konsumit të tij qelizat yndyrnës prodhojnë më pak kortizol, gjë që nxit organizmin të humbas më shumë kilogram. Gjithashtu, kosi është i mirë edhe për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Kosi i mban në dhëmbët tuaj të shëndetshëm dhe i mbron nga kavitetet. Ai përmban acid laktik që mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet ushqimore dhe baktere të ndryshme. Ndaj, përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarit për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra dhe shije të ndryshme. Kosi është një zgjidhje shumë e lehtë ushqyese për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kosi është i pasur gjithashtu me kalcium, kalium, magnez, vitaminën B12, vitaminën B2 dhe në këtë video do të mësoni më shumë për përfitimet dhe vlerat kryesore që do të marrë organizmi juaj me konsumin e kosit në mënyrë të rregullt. Kosi është një produkt fantastik për shëndetin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditorit i tij veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai do të qetësojë sistemin e rënduar nga inflamacioni edhe dëmet e shkaktuara prej tij. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për rritjen e vlerave të imunitetit. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin dhe ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë gjithashtu, edhe bakteriet e shëndetit do të jenë më të mira. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme, si zinku, magnezi dhe seleniumi, të cilët do të luajnë një rol pozitiv në rritjen e vlerave tuaja. Kosi është një produkt fantastik edhe për tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi që gjendet te kosi ndihmon në eliminimin e kripës së tepërt nga organizmi. Në këtë mënyrë, kosi ndihmon në uljen e tensionit të gjakut, gjithashtu edhe në shëndetin e zemrës. Përfshirja e kosit në dietën tuaj do të mbrojë trupin kundër infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleat i grave kundër mykut dhe infeksioneve të organeve të tyre. Kosi përmban laktobacile, baktere të cilat do të frenojnë rritjen e infeksionit gjithashtu edhe të mykut. Kosi është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj pas aktiviteteve fizike. Proteinat e kosit jep muskujve aminoacidet që u duhen për të rrimë këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik. Pas këtij të fundit, energjia e trupit është në rënje dhe kosi e rikthen atë. Ndaj edhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e kosit të freskët të përgatitur në kushte shtëpie si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese kundër këtyre komplikacioneve. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë kosi është një aleat shumë i mirë i organizmit. Bakteriet e mira që gjenden te kosi janë bakteriet në aparatin tretës që ndihmojnë në zhdukjen e mikroorganizmave të këqij që mund të shkaktojnë infeksione. Për këtë arsye, kosi ndihmon edhe në tretjen e ushqimit. Është veçanërisht perfekt për ata që vuajnë nga fryrjet. Kosi gjithashtu është një ushqim i pasur edhe me nivele të mira të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe kalium, përbërësit kryesor ushqimor për të pasur kocka të forta dhe të shëndetshme. Për këtë arsye, kosi mund të jetë një zgjidhje si për të rriturit ashtu edhe për të vegjëlit që mund të konsumojnë vazhdimisht për të rritur performancën e kockave. Kosi është një produkt fantastik edhe kundër problemeve të tensionit të ulët. 70% e njerëzve që konsumojnë 2 herë më shumë kripë se sa duhet kanë edhe probleme me tensionin. Përfshirja e kosit në dietën tuaj në këto raste mund të jetë një zgjidhje mirë lehtësuese, citon në studimi. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.